We are revving up the engines of the tourism industry today with this splendid news of 198 tourists coming from Belarus with Belavia Airlines. On behalf of Tirana International Airport, I offer my warmest welcome to them and many other tourists who are preparing to come and to visit Albania. Është një punë e madhe që kemi bërë në gjithë këto 2 muajt e pandemisë për të krijuar atmosferën, për të pritur më shumë turistë në Shqipëri. E gjitha kjo erdhi fal punës madhe që bërën qytetarët shqiptar dhe pa shumë forcës madhe që ka sistemi shëndetësor shqiptar, i cili garanton se mundet ta përballojë një situatë edhe në rast se të kemi problematika të caktuara. Më në fund, pritja mbaroi, charteri i parë erdhi, 189 turistë e parë sapo kanë mbritur, vështirë do jetë, por diçka, optimizëm, pa klafe, shumë punë. I hope we will increase double passengers here, please. We're ready to spend money. We need sun and sea. Thank you very much.